Nëse ti beson Krishtit, Krishti për ty nuk mund të jetë thjesht vetëm një përshtypje. Krishti nuk mund të jetë thjesht vetëm një ide, nuk mund të jetë thjesht vetëm një profet, dikush që ka bërë mrekullinë edhe kaq. Është Zoti i jetës. Zoti i jetës tonë. Ai i bindur për këtë gjë. Është ai i cili ka dhëruar vetveten deri në atë pikë sa ti të mundesh mu shpërbly, mundesh me pështu, ka paguar çmimin e pështimit tënd, atë shëlbimit tënd me gjakun e tij. Prandaj ky gjë kanë kuptuar martirët. E kanë kuptuar kaq shumë sa që nuk kanë hezituar me dhënë edhe jetën e tyre sepse e kanë ditë se nuk humbin gjë, por fitojnë Krishtin. E me fitu Krishtin, do të thonë me fitu jetën, me fitu të vërtetën, me fitu lumnin. Kush është Krishti për ty? Kush jam unë për ty? Qa thu ti për mu? Qa thoni ju për mu? Kjo është pyetja direkte që Krishti i ban çdo njeri për nesh. E duhet me e besu për çdo ditë, duhet me e njoft për çdo ditë më shumë. E sa më shumë ta njohim Krishtin, aq më tepër kena me shpall. Ndoshta nuk na kërkohet me dhënë jetën, por përditshmëria na kërkon me shpall Krishtin, kur të zgjedhim atë, kur ta zgjedhim vetëm atë, kur të mos rrim në marrinat e kësaj bote, kur zemra jonë mos kapet me idiotësinat e kësaj bote dhe kur shpirti jonë të jetë krejtësisht i lirë vetëm për me ndjekë me dashur atë. Kush është Krishti për ty? Kush është Krishti për mua? Është një përgjigje që duhet me e dhënë për çdo ditë, ndoshta edhe pa fjalë, por me tonë zemrën e shpirtin tonë.